Atëherë, duke referuar dhe ndodhive që ndodhën ditën e ndjeshme, për sa kohë që Berisha e ka të sigurt le të themi që do të fitojë, pse nuk i lë kandidatët e tjerë ta provojnë qoftë edhe në mënyrë simbolike dhe si e vlerësoni zhvillimin e procesit që ndodhi ditën e ndjeshme me dyert të mbyllura? Një parti që del dhe deklaron që është dita e afatit fundit dorëzimit dokumentave, mbyll dyert, s'ka nevojë për koment, është pa përgjegjshmëri. Se ti nuk mund paragjykosh kush vjen, si vjen, tek vjen. Ti je detyruar paktën ai komisioni i cili e ka për detyrë, komisioni zgjedhor elektoral brenda PD-s, që të jetë prezant në detyrat ditë. Kjo është minimalisht gjëja më minimale. Pa përgjegjshmëri, si shumë pa përgjegjshmëri tjera që ne hasim në mënyrë të vazhdueshme. Po kjo është një ndër pa përgjegjshmëritë e vogla. Jo dhe mund shkosh edhe ti depozitosh te sekretaria, megjithatë nuk kishin nga as sekretaria dhe kishin nga vetëm rojen e godinës. Kjo është pastaj edhe në aspektin organizativ është si të shfaqja e zezë, po ky është realiteti, nuk kemi çfarë bëj. Ndërsa për sa i përket faktit që në vërtet zoti Berisha në atë mjedis që ka krijuar totalisht në kontroll të tjerë, qoftë në qendër, po qoftë edhe në përdegët e partive demokratike. E them qendër sepse për gjithë këto fenomene që ndodhin të rënda brenda PD-s, mos ketë asnjë zënë kryesi që del dhe i kundërshton. Janë cënime të rënda të parimeve demokracisë. Nuk janë çështje të thjeshta, nuk janë debat mes dy personave, nuk është çështje Saliani, nuk është çështje Alesia, po nuk është çështje Riko Kalashi. Është çështje parimi demokracisore, kam drejt regjistrohet. Minimalisht, ti mundesh ta marrësh propozimin, kërkesën time për kandidim, ta analizosh, ta trajtosh, të të mos kesh një përgjigje zyrtare. Këto janë disa rregulla që nuk e di se si këta nuk shkojnë deri aty që jo të respektojnë, po as mos i përfillin fare. Është minimalja që duhet bërë. Arsyeja që shumë nga analistët thonë që Berisha e mund këta pse ka frikë. Berisha nuk ka frikë se e mundin këta Berisha. Berisha ka frikë që po të ndodh një proces i rregullt, një proces i pa deformuar, pa dhënë vote. Berisha nuk do jetë ai që do ketë 40.000 vota të antarëve të Partisë Demokratike, por do përfundonte me një numër më pak se 20.000 vota, gati 2 fishën më pak. Dhe një drejtues i një force politike që në 2022 thot mora, dhe në 2022 që ishte në kulmin e tij, ai ishte në ekspansion në atë kohë, që ishte fituesi foltorës, po mori shelin e Partisë Demokratike, gjitha këto fenomene dhe procese që po ndodhin, ishte zoti Berisha dhe premtonte që për 6 muaj do Edi Rama, nga gënjeshtrat e zoti Berisha gjatë kohës foltorës, por arriti të marrë 23.000, janë 24.000 vota, pastaj mbas orës 6 ai shtoi bëri 42.000 vota sepse unë nuk pata mundësi të bëja për një kohë shumë të shkurtë me komisioner në gjithë Shqipërinë. Mu ula vetëm 10 ditë kohë. Do çfarë do merresh? Do merresh me fushat, do merresh me staf, do merresh me mediat, me çfarë mund merresh më parë. Dorsa ata janë pak më të organizuar dhe kanë më shumë mjete dhe mundësi dhe media është të interesuar ta ndjek këtë proces. Dhe Berisha vetëm në frikë që ka është sa do jetë numri i ushtarëve të tij. Nëse numri i ushtarëve të tij vjet dyfish, ai është automatikisht i rënë nga detyra e kryetarit. Pra nuk ka nevojë ta mundësh drejt për drejt, kokë në kokë me votë do të Berisha. Mjafton ti tregosh që ti ke 2 fish më pak ushtar. Dhe kjo më është mjaftueshme. A ju bën përshtypje, ndoshta edhe kjo nuk ju bën përshtypje, sepse këta kanë arritur një fish që u bën përshtypje, su vjen turp për asgjë. Në momentin që të zvjen turp, vjedhësh vota, zvjen turp bësh të normal, që zvjen turp edhe të thush që ka një migracion, se mi ka përzën e Dirama. Ishin 40, po mi ka përzën e Dirama më ka jetë 20. Domethënë gjen një zgjidhje të kësaj situate, por në kuptimin moral zoti Berisha do të bëjë totalisht. Dhe kuptohet do realizojë të qëllimin e vet. Unë kam kohë që të morë këto po e çojmë në të Partinë Demokratike dhe një shkatërrim institucional, sepse po shkatërrohet një forcë politike, subjekt politik. Në aspektin institucional, pritet degradimi i saj.
Zoti Berisha po e thënë një parti, vetëm entourazhit, vetë hap pas hapi, vetë familjes vetë, gjë për cilën në shumë do të ndërshtu Bashën më të madhe për i kohë shumë gjatë. Por fakti që ky dhe Basha po përbrëndit në njëjtën mënyrë, bile ky edhe më të rënda se Basha, në shkeljet e rregullave dhe normave të demokracisë dhe të statutit për të, tregon që Basha nuk ishte vetëm, të dy bashkë të bënin një kombinim. Berisha me Lulin bënin një kombinim, është një model Belul, i cili vetëm me demokraci nuk ka lidhje dhe vetëm me emrin e kësaj partie nuk ka lidhje. Po, atëherë, zoti Sali Berisha, ditën e djeshme, kriteret e Partisë Demokratike janë publikuar vetëm pak orë përpara mbylljes së afatit. Përfshir këtu një kriter që ishte dekriminalizimi, një kriter që duket sikur i përshtatet posaçërisht rastit të Salianit. Si shpjegohet kjo kur deri dje ai vet Berisha pra konsideroi i burgosur politik, a ka ndryshuar qëndrimi i leadershipit? Shik, se kjo duhet marrë në aspektin teknik dhe duhet analizu me kujdes kjo pjesë. Domthon po të heqim emrat Berisha, Saliani dhe të heqim gjithë këto emra dhe ta analizojmë teoretikisht. Për ato që ndërtojmë statutin edhe aktet nën statutore, rregullore, udhëzimet veçanta, me cilët organizohet funksionimi i Partisë Demokratike dhe plotësohet funksionimi i partisë dhe një subjekti politik. Të vendosësh kritere që personat që kanë një dënim formës prerë nuk mund të jenë. Se varet edhe para çfarë dënime, por nuk mund të jenë kandidat për kreun e PD-s, kjo është një rregull normal, sepse ky rregull bën që në kryet një partie mos të arrijnë figurë, mos të arrijnë të zgjidhen figura figura jo të pastë në aspektin moral. Dhe kjo është arsyeja pse këto rregulla janë rregulla mos e normale. Dhe edhe për faktin që duhet ketë një 5 vjeçar karrierë, duhet ketë pas pozicione drejtuese, sepse nuk mund bësh prova me kryetarin e opozitës që pretendon për kryeminist. Si do bë prova me të ardhmën e një komi. Kjo është arsyeja që duhet të ketë rregulla. Unë jam që duhet të ketë rregulla sepse është logjike që të ketë rregulla. Por në rastin e Salianit, siç e përmendet edhe ju, ta e quajtën Salianin një hero dhe dënimin e Salianit si një sajes dhe një burgosje politike. Atëherë kur ti e qunë një sajes dhe burgosje politike, nuk je se si ta vendosësh këtë kriter në rastin e Salianit. Se sa tash o do e mbash Salianin hero, o do e mbash Salianin kriminal. Dy gjëra janë që ka kryer vepër penale. Po para sa kohësh të arrish, të flasësh me para jo më larg se 3 muaj, flasësh me kur doli Saliani, me superlative e tjerë. Sot që Saliani po del dhe po e kritikon Berishën, të janë dy qëndrime që i çojnë njerëzit në një absurd, është ndodhur këtu. Një ditë ta thonë hero, një ditë bën armik përjashten nga Partia Demokratike. Dhe nuk ke se si pretendon ti të mbushësh njerëz dhe mendjen që të votojnë Partinë Demokratike me akte të tilla. Një nuk numërohen votat, një lidhen votat, një bëhet kështu, domethënë imazhin këto po që bëjnë imazhin e Partisë Demokratike dhe të emrit saj hap pas hapi. Dhe këto me sa duket e bëjnë me qëllim. E bëjnë me qëllim ose nga halli shumë i madh, sepse Berisha ka një arsye, ose e ka misionin e tij, që unë isha në zanafillën e PD-s e tjerë me radhë. Dhe në momentin që do largohem, doja marr me veten me varr këtë parti, të do e gropos, e cila është një çmenduri në vetë, por kur e ke mision nga ato që komandoj, dhe s'ke qa bën. Dhe e dyta është ose do që të ketë një parti të vogël, sepse e vogël kontrollohet, partia e madhe është më e vështirë. Një parti të 15-20% e kontrollon dhe ja le trashëgim familjes dhe entourazhit. Pra këto dy alternativa, nuk ka alternativë të tretë. Sepse Berisha nuk është një njeri i paformuar dhe i paditur që nuk e di se si mund të organizohet një subjekt dhe si mund ngrihet një subjekt për të fituar zgjedhjet, sepse e ka bërë në 2005 këtë gjë. E ka bërë në aspektin organizativ dhe në aspektin e imazhit që krijojnë ato, e bëri me shumë kujdes. A kishte shumë thelb, në të edhe në ato nuk ka pas shumë thelb, se ka pas debate, por e realizoi. Dhe fitoi zgjedhjet, e zgjeroi parti, mori edhe kundërshtarët e vet të tillë se është e rëndësishme që të ndrojmë një qeveri korruptuar, e hapin kultimin figurativ, ose hapja e partisë është një temë e gjerë për
ashtu, po kuptimin figurativ e hapi dhe realizoi ardhen në pushtet në vitin 2005. U kriju besueshmëria te njerëzit. Bëri një shtrirje territoriale të kupolës drejtësisë së Partisë Demokratike. Dhe duke realizuar një sër elementesh që opinioni publik në atë kohë i priste, dhe hapja dhe drejt specialistëve të fushave të ndryshme. Ai kopi këtë imazh dha që ne kemi specialistë që na bashkëpunojnë në fusha të ndryshme, në ekonomi, në juridik, mjekësi, në një gamë gjërë fushash, dhe kryej besueshmërinë që këta kanë kapacitete dhe potenciale për të qenë qeverisë si të ardhshëm. Sepse kjo kanë gjëra më normale, partitë e vogla pra progresojnë. Sepse gjithmonë kur shkojnë zgjedhjet, po do të me 30 do të zgjedhjet. Ky s'ka ministra, ky s'di që do bëj ministra, ai që do zgjedhet. Pra shumë e rëndësishme ekipi. Dhe në këtë rast Sali Berisha ka ndërtuar një parti me një ekip që është kufirt qameti në ato figura që ka të që është e turpshme. Unë është e turpshme ta degradosh një figura tilla pa e bën në qevrim, sepse vetëm figura tilla pa integritet moral mund të jenë ato që ngrejnë vetëm dorën dhe nuk ngrejnë zërin kur do çfarë do të që të ndodhe në atë parti. Dhe kjo është tash edhe një arsyeja që Partia Demokratike po shkon drejt mbylljes një cikli dhe mund vjen shumë keq sepse unë jam në orë të para të themelimit të kësaj partie dhe mund rrin se realisht dhe gjithë betejat që i kanë bërë qoftë edhe përballë Vendit Berisha para 4 vjeç i kanë bërë se të ndijnë se kjo parti. Unë nuk besoj se ka pas ndonjëherë në historinë faktën e përballjes me Berishën, i tjeta qarta, një platformë qartë në aspektin organizativ se mund bëhet ajo parti. Kanë qenë shumë i qartë sepse e njohin në rrënjë organizimin e kësaj partie dhe arsyeja që isha ngarë para 4 vjeç në Vendin Berisha është për të thënë që ky as nuk i njeh këto dhe realisht nuk i njeh se ne. Të Berisha është marrë vetëm me këto konjunktura të lartë. Por për të arritur për të progresu kjo parti dhe për të zmadhu, duhet vijë dora që nga baza, që aty të fillon të krijosh marrëdhënien dhe rregullat e lojës që të japësh ekspansion partisë. Alesi, po. Dhe në do të ngjyr për Alesin se ka Alesa dhe të Evit. Po, do të thoshja për Alesia Balliun që ka parlamentuar se të drejtohet gjykatës ditën e sotme për procesin e garës në Partinë Demokratike, duke praktikuar në këtë mënyrë që partia të përfshihet për herë të disajt në procese gjyqësore, gjë që mund të përçajë akoma më shumë dhe të ngjalli pasiguri edhe tension dhe në imazhin e Partisë Demokratike. Do me imazh rënum, se Alesia po rënon imazhin. Ka rënu vetë imazhin. Ai ka kryetar parlamenti jeni pa lokën që do të i votën vota gjithë për ja dhënë Kucin Bashës. Ira çfarë bën Alesia? Alesia po bën, Alesia është një antitrup. Nuk sa mundësi ka, por reagon kundra gjithë këtyre fenomeneve antidemokratike në PD. Kaq po bën Alesia, sepse ka vujtin kurris, sepse edhe Alesia vetë po ta pyesë nuk e kam ditë kështu, sepse normalisht është e re. Po ato tema që këtu nuk janë tema të sotme, janë tema që fillojnë që me Sokolov Dashi ku ndryshu rregullat e lojës dhe nuk ngrihet zonë askush. Por kjo vrasja e antitrupave në Partinë Demokratike që unë kam analizuar në 2018 është një fenomen shumë negativ në parti. Ti mund të shkelësh çdo lloj rregull dhe asnjë nuk e hap gojen për kryt me nerv po them në figurative prapanisën e vet. Po nuk është normale kjo. Të jeni atë parti që të ndrosh rregullat. Nuk jena partit vegjetosh edhe të shkosh vetëm deputeta, ti të marrësh votën edhe të rish si buat, kur shihet me sy që po mbytet anija në cilën je. Në rastin e Alesia ka të drejtën ta çojë në momentin që i shkelin të gjithë të drejtat me në parti. Ajo ka drejtën të referohet gjykatës, dhe referimi i gjykatës dera para përgjegjësisë nuk është përçarje e partisë, po vetë para përgjegjësisë ato që kanë ky rregulla. Dhe unë e kam qenë në gjykatë në 2021, kur Kucin Basha bashkë me gjithë kryesinë më përjashtuan nga gara pas të drejtë. Sepse mund stiqin edhe çfarë të thonin, sepse kundra që isha që kundra Ramës si qështë të tallë. Isha në nivelet organizative, kam qenë antar departamenti, i pushtetit lokal, i proceseve zgjedhore, dhe më një njohur, kryetar degi i suksesshëm. Antar i Këshillit Kombëtar për një periudhë shumë të 10 vjeçare. Dhe kur avem tonë figura anonime, po mund imagjinoj që mund tonë për Alesin edhe për të tjerë. Por
Thash edhe një, në rastin klasik unë jam me atë që pavarësisht duhet patjetër që të ketë rregulla, që kandidaturat të plotësojnë, por rregullat të shpallen paraprakisht për një kohë shumë gjatë, duhet të jenë paraditur rregullat. Nuk mund të shpallesh 2 ditë përpara, 3 ditë përpara këtë janë vetë. Po pastaj ka drejtë Alesja të reagojë drejtorit të gjykatës që janë drejtuar tonë, pavarësisht sepse gjykatat kanë frikë futen të involvohen në këtë takim, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë, por me të ndryshimet që kanë ndodhur në sistemin e drejtësisë dhe mund ndodh. Sepse Sali Berisha për shembull nëse Alesja si thuhet që ky si figurë publike, hajde marrë të vërtetoje, po të thuhet jemi lidhur me grupin e Aticelës. Po si mund të ndërtohesh akuza në tashetene ndaj një njeriu të degradosh njerëzit këtu. Kryetarin e Durrësit e thonë një lidhur me mafin e Italisë, ati tjetër ish kryetarit, ati tjetër. Do s'din çfarë bëjnë, do s'din ku janë. Se ti thush ti të dalësh edhe ti do të akuzosh pastaj Alesjen, se Alesja po bën përçarjen e partisë, po Kuqika ka qenë zonja Alesja ta përçarë partinë, se merr aty. Pavja rrugët, ka drejtë Alesja e partisë. Kur është ka që zonja Alesja të bëjë dëm kaq të madh kësaj partisë, ata përçarë. Unë them këtë, që nuk e ka thash edhe një Berisha, e ka frikën të numrat. Berisha nuk e do transparencë dhe nuk lejon votim thirr për të thënë që unë kam numra. Po ti vjen numrat, vjen Miti Berisha. Por Miti Berisha fillon të kuptohet që zoti Berisha nuk mund të qëndrojë për kohë gjatë në kryet asaj partie. Kemi një garë tani, kokë më kokë vetëm me 2 doktora, siç është Berisha dhe vetmja kandidaturë ngelur që është zonja Sela. Mendon se ka ndonjë shans zonja Sela? Ta thash gjithë bashkë, po nuk ka shanse se ka në kontrol plot. Kontrollon lista. Edhe sikur të fillojnë sot fushatën ato, le që duhet të shpallen emrat, a nuk e kapin dot, nuk kanë kohë të mjaftueshme, se data është 1, data 21 sa duhet bëhen zgjedhjet, 20 ditë. Unë kam pas 10, këto kanë 2 fishin 20 ditë. Po 20 ditë këto nuk arrin dot të shkojnë të kontaktojnë gjithë anëtarësinë e Partisë Demokratike. Sepse do të bëhet pengesë detyrën që ka 10 strukturat që kanë strukturat e Partisë Demokratike për t'u kriju mundësinë që të bëjnë takim kanë bëti për këtu. Pra kjo nuk është garë në kuptimin me parametrat minimal demokratik, që kja dhe shemën është një garë, hajde e pranuar. Është garë fare. Dhe rastin e zonjës në fjalë mjek nuk e njolla dje, ajo është totalisht e paformuar në kuptim, nuk jetë mjek e shumë e zonja, mund të jetë shumë informuar për sa i përket çështjeve të shëndetësisë. Po ishte e paditur në çështjet organizative. Kjo parti po vuan për mungesën e demokratisë, për organizimin, si gjendet çelësi, dhe cili është manuali për ta riorganizuar dhe për të dhënë besim. Ajo thotë në qoftë se më votoni mua, një do të vi problemet e shëndetësisë, do të vi problemet e arsimit, domethënë jashtë fazës dhe jashtë e fare në ditën e. Mu vjen keq. Ai mund të thonë zonë shumë respektuar. Nuk është për këtë gjë, nuk e njeh këtë fare. A di si është kjo punë vit futet ajo të marrët me garën politikë, si të shkoj unë i zëvendin e punës atë të futem garë me atë për mjek. Kaq e madhe është. Më sa ndrova dje, ndrova më vëmendje të shoh se cili është formimi i saj politike, formimi profesional.